Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma gjithë dhe miq të Passo, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, jemi gjithashtu live në Digital në kanalin Sport News. Mirëmbrëma Gzim Sinemati. Çfarë nuk dëgjon ti që do ta dëgjosh? Nuk dëgjoj nga seanca. Hiq atë se këtu jemi, nuk ka nevojë, nuk kemi ndonjë telefon. Unë ju dëgjoj ju këtu thjesht më mirë. Mirëmbrëma. Do të thonë kufjet deri tani kena avukot. Gëzuar Baramin gjithë një herë, gjithë besimtarëve sot. Ervin Fake, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Passo. Mirëmbrëma. Po bëjmë sot përgatitjen përpara emisionit që do kemi të njëjtën. Nxemjen që do kemi të njëjtën, sepse të njëjtën do jetë një maraton e gjatë në Top Albania Radio me emisionin përpara ndeshjes me Poloninë, komenti në radio i ndeshjes me Poloninë dhe pastaj gjithë intervistat mbrapa se çfarë do ndodhi në këtë gjysmëfinale të parë në rrugtimin drejt botrorit, nëse do të arrijë Shqipëria ta kalojë apo jo. Edhe Lorenzo Emiri mirëmbrëma. Mirëmbrëma doktor. Kemi shumë tema sot për diskutuar. Do flasim pak për dënimet e Ignatias, do flasim pak për emrat që po qarkullojnë në lidhje me listën që do grumbullojë trajneri Silvinho për ndeshjen me Poloninë. Lista zyrtare do dalë nesër në orën 10 kur trajneri dal përpara gazetarëve në një konferencë shtypi. Do flasim për fundjavën, për Champions League-ën, për si kanë ndryshuar raportet në Europë. Sot Spanja mban numrin 1 për sa i përket vendeve me ekipet pjesëmarrëse në kupa në këto momente. Pra, në 8 më të mira, në Champions League, Europa League dhe Conference League, spanjollët kanë 6 skuadra të kualifikuara. Dhe janë vendi me më shumë ekipe deri tani në 8 më të mirat e kompeticioneve europiane. Një opinion përgjithshëm, pastaj vazhdojmë. I bie që Premier Liga i marrë Amerikat, i meritat koti marrë. 2 vjet përpara ishin 6 italianë, 4 ekipe në Champions. Tani janë 6 spanjollë, ishin italianë 2 vjet më parë. Ka përshtypjen që ndoshta Championship i japi një vlerësim pak më të madh, kurse këtyre kompeticioneve të tjera si Europa Liga apo Conference. Një skuadër angleze bën një ndarje, thotë në Champions do luajë më mirë. Jo, ideja është se kanë shumë të rëndësishëm Premier Ligën, aty duhet të nxjerrësh një logjik përfundimtare për këtë që thua ti. Nëse të vjen mirë, se Spanja lun futboll të bukur dhe ato vetëm ato qasje që kanë ndaj topit i bie që le të dalin. Po puna është që në 10 vjet rresht kush ka nxjerrë më shumë ekipe dhe atje nxjerr një konkluzion. Shikon 10 edicione, kush ka nxjerrë më shumë dhe merr vesh kampionatin. Kurse kështu vit për vit po na ndrohet moda. 2 vjet përpara italianët kishin ekipe, tani s'kan fare. Mirë, po Premier Liga e keq, kampionati më i fortë, kushton kaq miliard. Ikën gjithë ekipet morën nga 4-5 gola në Champions League. Një lloj analize, thua pse këtë vit për shembull 4 anglezë u eliminuan. Gjetën kundërshtar më të fortë përballë, ishin në situatën më të vështirë të sezonit. Jo vetëm u eliminuan, po edhe me rezultate me shumë gola. Po ta shikosh Newcastle pse Tottenham, Newcastle, Chelsea, gjitha bashkë kanë hëngrën gola si City mori gola. City mori gola, gjithmonë gola. Po dhe një çudi e madhe, para 2 javë flisnim që për rast unikal 6 ekipe angleze si u shndruan këto për 2 javë nga 6 ekipe ngelen gjys tele tani, çudi e madhe. Megjithatë rekuperuan disi në kompeticione të tjera sepse Aston Villa u kualifikua, Nottingham Forest u kualifikua, Crystal Palace u kualifikua. Kuçuhet për Anglinë ajo, ato kupat poshtë janë fshat për Anglinë. Ato kompeticione se të bën diçka për shtypje. Anglia, më fal, Anglia kur vjen puna Premier League, Champions League thot kemi Premier League përpara. Ky tani Anglia të gëzohet, Chelsea rekomandon që Anglia të gëzohet Conference League. Çudi e madhe nuk të duk këto rezultate tenistike kështu. Shumë çudi më duket. Edhe ka ndodhur në Champions League nga 4 gola, 5 gola. Është hapësar Chineska aty. Një merit për dëgjoj disa analiza gjatë këtyre ditëve. Një merit për shembull për numrin e golave, për ritmin që ka Champions League japin arbitrimit. Stili i arbitrimit. Për shembull po kishin marrë rastin e arbitrit italian Guida, që arbitroi disa ndeshje, ka arbitruar disa ndeshje në Champions League. Ai ka një metodë ndryshe në Champions dhe ndryshe në Serie A. Po sepse në Champions janë disa standarde të vogla, për shembull, disa falla të vogla nuk jepen fare, vazhdon loja, do ka një po të ecësh me këtë logjikë që ato ekipet angleze do të kualifikoheshin gjitha. Para se shkosh ke stili arbitrave, do shkosh ke defektet mbrapa në mbrojtje. Vetëm Tottenham bëri 2-3 gafa në mbrojtje. Edhe shkoi rezultati 5-1. Shifroi gabimet në mbrojtje dhe nxjerrë atë. Nuk është vetëm mënyra e arbitrimit, ata do më fut si mod që edhe sukses arbitrave që po japim prioritet golave, por nuk varet nga ata, varet edhe sa gabojnë ekipet. Shikoj ekipet sa gabime janë bërë mbrojtje. Vërtet, ka gabime pafund. Ka gabime në mbrojtje goxha. Po thuaj se doli jashtë që kur psoi golin e tretë aty po vet ai. E lan deshin. Në zhdukur nga Tottenhami. E ka dhënë portierin bëri 2 gabime. Mbrojtësi bëri gabime, janë bërë gabime goxha.
Momenti për të bërë ndalesën e parë. Ora eksakte është 6:14 minuta. Falenderojmë Verde Watches. Shkojmë në publicitetin e parë dhe rikthehemi këtu me të tjera diskutime. Rikthehemi live në Paso. Jemi në Top Albania Radio. Momenti për të falendëruar Beauty Point. Eksperjenca e aroma me më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike vjen tani pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni në adresat tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Minepeza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Aty keni markat më të njohura ndërkombëtare. Për më shumë informacion vizitoni edhe faqet e tyre në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, por dhe adresën beautypoint.al. Rrim dhe pak tek Champions League dhe tek kompeticionet europiane, sepse doja t'ju thoja disa statistika interesante në lidhje me përfitimet që kanë marrë skuadrat në Champions League. Deri tani, skuadra që ka fituar më shumë para nga Champions League deri në këtë fazë është Bayern i Muniut me 113 milion euro. Ka fituar Bayerni deri tani. Për këtë vit. Për këtë vit. Është skuadra e parë. Nga të gjitha burimet. Vetëm në javën e fundit. Po kjo është çështje. Vetëm në javën e fundit ata fituan 12.5 milion euro. Ekipi i dytë është Arsenali me 110 milion. 109.9, po themi 110 milion. Pastaj vin me radhë Liverpooli, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona me radhë. Ndërkohë, në javën e fundit, vetëm në javën e fundit, po këto para nuk vijnë vetëm nga UEFA, vijnë nga burime të tjera, nga reklama nga gjëra. Po bileta, sepse normalisht po të vijnë vetëm ande i merr Arsenali vend e parë. Ja pa tani aty është diferenca, 2 milionë është diferenca. Sepse po qep rezultate për gjërat, i ka arrit ajo më të mira se Bayern se të gjithë. Të gjitha rezultatet, bileta të gjitha. Kurse ata kanë. Ndërkohë, po i thoya, javën e fundit, vetëm java e fundit nga gjitha kompeticionet europiane, ekipet spanjolle kanë fituar 44 milion euro vetëm javën e fundit. Pra në Spanjë, nga UEFA, nga kompeticionet e futbollit, kanë hyrë 44 milion euro. Vendi i dytë është Anglia me 31.3 milion euro, që ka marrë vetëm këtë javë. Ndërkohë, Italia ka marrë vetëm 3.8. Mos e thuaj më shumë zot lart të 44 milionë euro kanë fituar ekipet spanjolle, se dikush tjetër që bën atë dëgjon thotë, çfarë janë 44 milionë euro 2 kilometra rrugë në Shqipëri. Po për një javë. Për një javë. Shohim pak tani 2 kilometra. Si janë parashikimet për në këtë fazë që jemi të kompeticionit evropian. Si janë parashikimet pra për fituesit. Në Champions League, skuadra favorite për ta fituar Champions League-ën me diferencë me të tjerat është Arsenali, 34%. Vendi i dytë Bayerni 16%. Pra, diferencë 18% mes dy ekipeve. Pavarësisht që Gëzimi mund të mendoj si parashikimet, si një admirues, si janë sipas statistikave të optës. Si një admirues, jo si admirues si Arsenali. Po të besoja që shifrat do kishim luftë sot. Shifrat gënjejnë shumë. Shiko, unë besoj që të paktën Champions League anon pak nga eksperienca dhe nga janë disa ekipe që janë ekipe Champions, si Reali, si Bayern, si Real, domethënë futen këto skuadra të cilat nuk e kanë atë shumë përqindje të lartë kanë dhënë. Pra 34 me 16 nga vendi i dytë është diferencë shumë e madhe. Po, duke qenë dikush tjetër zemër ke Paris, dikush tjetër zemër ke Arsenal, sa ata e punojnë me algoritme me gjëra me llogarira, por e dikush tjetër zemër, edhe ne nuk besonim edhe 2 vjet më parë kur ata thonin Paris Saint-Germain, kaq edhe Parisi s'kishte. Po jo kaq. Po kjo tani e bën kështu. Kjo është lojë të dhënave. Shikon mbrojtje, gjërat. Si kemi thënë Menci, me mbrojtje fitohet. Me mbrojtje fitohet kampionati, titulli, me sulmos shiten biletë. Edhe ti që do shkosh në Poloni, po shkon prej brojës për tyre që mbas Bayernit që është vendi i dytë, pastaj vin me radhë Parisi, Barcelona, Real Madrid që janë në kuota 13-12%, që është diferencë prapë shumë e madhe me Arsenalin e vendit parë. Interesante për shembull që skuadra e Realit Madridit që ka përballë në raundin tjetër ka Bayernin. Statistikat janë për kualifikimin 45% Real Madrid, 55 Bayern. Pra Bayerni është 10% më lart se sa Reali në këto momente. Por mos harrojmë që edhe me Manchester City Reali ishte më mbrapa, shumë më mbrapa. Pastaj ndeshjen e kaloi me shumë lehtësi. Ndërsa tek sfida Barcelona Atletico, dhe kjo më duk pak diferencë shumë e madhe, është 67 me 33 për Barcelona. Që më duket si mund të jetë shukur Atletico shumë i lartë, sepse Atletico skuadra shumë e fortë. Para 3 javë. Jo, ka shkuar 67, se ishte 80. Po pra, ka një drurit ka shkuar 67. Për mendimin tim që nuk e di pse dhe trajneri është duke vazhduar të njëjtën mënyrë loje, me mbrojtje lart. Shumë lart. Gjithmonë ashtu duan. Po pra, që nga dita e 1
Po vitin e parë funksionoi fantastike, kishte ritëm të jashtëzakonshëm ndeshjesh. Vitin e parë, vitin e dytë. Me Newcastle të 2 gola ta shojë. Vitin e dytë, po t'u kujtohet vitin e parë, luante kalozet e disa klasike me Realin. Fitoi 4 klasike në atë vit. Po t'u kujtohet vitin e parë mund të kenë kapur, nuk e di sa herë offside lojtar të Realit në atë vit, sepse ishte momenti që sapo e bëri atë si skem. Ama në vitin e dytë kam përshtypjen të gjitha që ta gjen Chelsea. Ja bëj një pyetje. Ti mendon që është çështje lojtarësh, pra se nga viti i parë, vitin e dytë ndryshuan disa lojtarë. Isha duke sqaruar, pa më bërë ti pyetjen pse. Apo pra, është çështje lojtarësh apo është çështje që të tjerë të studiojnë, të tjerë ta gjejnë Chelsea. E kanë pyetur shpesh Flikun për këtë dhe ai thotë që është më tepër përqendrimi i lojtarëve, domethënë nuk jemi të fokusuar njësoj siç kemi qenë vitin e parë. Po pse kështu? Kështu mendon ai. Jo, po se ti Ervin duhet ta dish më mirë se ke luajtur në atë pozicion. Nëse ti ngrihesh aq lart, ata po të nisen nga mesfusha e vet apo. Lojtari i Newcastle nis nga mesfusha e vet. Se ata rrin gati në mesfush tani ka zbritur. Disa ti me dy lojtarë të thjeshtë që penetrojnë nga vijë e dytë. Edhe jetë gjithkohon një kundërgjim me portierin. Flik është një trajner i zgjuar. Jo. Dhe nëse ka menduar këtë. Absolutisht ne po gjykojmë Flik tani se kush jemi ne ta gjykojmë Flik po. Fitoi opinion po bëjmë. Ai fitoi 3 trofe me këtë mënyrë loje. Kështu që edhe vitin e dytë po i vazhdoni, po i këmbgul idesë, po i jep forcë idesë vet dhe nuk do të rriqet mbrapa. Të jap edhe një shembull tjetër që pak të krahasueshëm. Në 2001 ku kam qenë në Belgjik, kam qenë te Genk. Kemi pas një trajner hollandez. Dhe ai sa erdhi dhe futi një sistem të tij. Unë s'kam parë futboll më të bukur në jetën time, se atë vit fatikisht më rastisht shumë isë kohës isha në bankin. E shifshe mirë nga storia. Ti jemi sinqert. Po si isha i mërzitur, më beso, aq futboll të bukur. Normalisht një lojtar kur është në bankinë është me nerva gjithmonë. Çka kam kuptuar dhe çka kam parë nga ai personazh, atë vit, në futboll fantastik. Aman. Kush ishte trajneri na kujtoj emrin? Nuk është në ato se Ferguson e kishte. Që ka ecur për shembull pastaj në. Nuk ishte në këto emra, nuk ishte se Ferguson e kishte emrin. Deri atë kryevepër. Por ama vitin e dytë. Skuadra po thosë me të njëjtit lojtar, të një me të njëjtën skem domethënë nuk ecë dot. Jo, nuk funksionon. Se mbajti rimi domethënë, Lenci nuk e mbajti dot rimi. Se mbajti, normal. Ai thotë që nuk do t'i tërheqim mbrapa. Shikon tani të themi një diskutim se varet nga kultura e kampionatit. Një diskutim në Angli. Edhe këta ekspertët më të mirë që bëjnë opinion në Angli, thonë që Arteta po tregohet shumë i zgjuar. Ai filloi tha si Guardiola. Ai ka qenë këshilltari i Guardiolës më parë Arteta, thoshin është një koka taktike e ekipit, sepse ishte shumë i mençur taktikisht dhe ai bazohej shumë ke opinionet e Artetës. Edhe thonin Guardiola, nga atje tha, tani ka kalu na është bër Mourinho. Tani ka shumë kujdes dhe është bër pragmatist. Nuk kujdeset vetëm dhe vetëm ndryshimin që ka bërë tha, e ka sjell tu ku është tha, sepse mos kërkoni patjetër nga i lojë bukur tot, se ne i tham atyre kur erdhi Arsenali, na bë të fitojmë tha, ose do jetë viti jot i fundit. Arteta nëse nuk fiton këtë radhë, është i ikur. Është i ikur. Dhe ata po luajnë kartën me 4 trofe. Që gjoja Arsenali nuk besoj kjo teori, një ekip nuk mund të synojë dot 4 gjëra për një herë, që ka 20 vjet pa fituar. Champions League-ën, Premier League-ën, të gjitha bashkë këto që peshojnë shumë të të rëndat i ka qenë në finale me Barcelonën. Me Barcelonën. Edhe nuk besoj shumë ke këto, domethënë që po luan për 4. Ajo është vetvrasje, luash për 4. O gzim. Se një ekip që nuk ka fituar mos e ngarkon kaq shumë, se është dhe pesha e presionit. Futbolli i suksesshëm. Edhe ai thoshte nga spektakli i bukur që bën Arsenali është thyer kujdesshëm shumë, ka mbrojtjen më të mirë nga të gjithë. Që të vazhdoj dalin fjalë prapë që me mbrojtje fitohet. Të vazhdoj këtë logjikën të ndërgjegjë. Me të bukur gjithmonë nuk fitohet. Futbolli i suksesshëm është ai fituesi, është logjike. Po të jap një se ti je pak edhe më i madh se ne në moshë. Edhe ne më pak si në pse mbahet mend Italia e 82-shit që fitoi kampionatin botëror? Kishte një futboll spektakolar. Spektakolar jo, po futboll që çoi e bëri fitues. Pikërisht pra, ishte futboll me e parë mezi Italia e njëjta gjë. Mezi u kualifikua. Jo, ka qenë akoma, ja, ka qenë futboll ndryshe.
Në 82-shin ka luajtur futboll në Atëherë mbrojtës. mezi u kualifikua, sot është akoma zdikuar akoma. Unë them që ekipet që fitojnë me lojë të bukur mbahen më gjatë në histori. Ashtu Siç është Napoli. Jo vetëm mbahen më gjatë, po i shërbejnë se punën më shumë. Të fitosh duke luajtur Nuk fitohet gjithmonë me lojë të bukur. Jo, nuk fitohet. Ky është problemi. Biles jo gjithmonë, po fitohet rrallë me lojë të bukur. Shiko, sa ekipe mbani mend ju që kanë luajtur bukur dhe s'kan fituar. Shumica. Po i ke kështu. Pse mbajnë mend vetëm ato që gdhenden, ato që shkruajnë në histori. Ato mbajnë mend. Shiko, Vino, mo të kalojmë nga një diskutim tjetër se ka jetë për te futbollit. Ti thua mbajnë mend ato. Edhe sot më të pandershmit ecin më shumë se të ndershmit. Por nuk është kështu që ti thua fitojnë ata që studiojnë. Po dhe në jetë. Edhe në jetë. Po fitojnë ata që janë ndershëm. Ata fitojnë në gjithë botën, po fitojnë pandershëm më shumë se ndershëm. Duhet ta pëlqej rekreatimin dhe humorin. Kësaj radhe nuk ishte i durit. Jo, është i dur fare. Jo, është vërtet kjo. Si i thaj të bi. Bukur me pa bukur në ndershëm me pa ndershëm. Ai ka sim. Si i thaj bi, çfarë do bësh Bukur është relative në futboll. Do bëhem pse themi do të fjalën. Domethënë ti thaka nuk e di. Ti thoshe babai djarit. Çfarë do bësh ti? I tha unë do bëhem tha, njëri thosh arkitekt, tjetri inxhinier, dhe ky tha unë do bëhem legjenda. Do bësh legjendë thaj. Është turp ta të bësh legjendë. Po pse tha? Po ne dha kur kalojmë unë pyes kush e ka bërë pallatin nga bëj legjenda. Kush e ka bërë pallatin nga legjenda? Momenti për të falendëruar ECA Electric Car Albania. Kaloni në makinat elektrike sepse kështu përfitoni dhe nga çmimet më të mira që keni aty. Dyqani mund ta gjeni tek Rruga e Tegut, Tiranë, tek kilometri 2, po ashtu dhe në Kosovë, në Fush Kosovë. Bëjmë një shkëputje tjetër dhe pastaj rikthehemi sepse pas pak luhet Elbasani Egnatia në javën e 29 kampionatit. Bukur për këtë këngë sot na futet tamam në atmosferë për kampionatin ton që fillon këtë javë me javën e 29. Tamam kënga e përshtatshme për ty në kampionatin ton, është vështirë për ty në kampionatin. Duhet muzikë shumë e lartë për ty kampionat poshtë. Përpara se të shkojmë të flasim pak për Elbasani Egnatia, këtë derbi që na hap javën 29, një falënderim për BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. BioCheck Diagnostic Center është vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin. Tani rrim pak tek kjo ngjarje e Egnatias me disiplinën. Me vllaznin. Javën e kaluar ishte një moment ku skuadra e Egnatias i kërkoi arbitrit të shkonte të shite në VAR një rast që dha karton të kuq, e kërcënoi duke dalë nga fusha e lojës dhe duke shkuar gjithë lojtarët tek stoli. Arbitri shkoi e pa, nuk e ndroi vendimin e tij, ndeshja pastaj vazhdoi normalisht dhe përfundoi. Por çfarë ndodhi mbrapa? Disiplina ka marr masa pafund duke dënuar gati të gjithë stolin e skuadrës e Egnatias me 5 ndeshje pezullim dhe trajnerin Edlir Tetova me 6 muaj pezullim 11 veta veprimtaria e FSHF-s. Në total të 11 veta të dënuar. Pra për këtë ngjarje që ndodhi atje. Ju thoni që i ka dënuar Komisioni i Disiplinës. Atë i ka dënuar Duka, nuk i ka dënuar Komisioni i Disiplinës. Sepse do dënon Duka, se Duka ishte vetë në stadium, edhe e ka bërë dyer Tirana, nuk është dënuar, e ka bërë një Vora, nuk është dënuar, dhe tani Egnatia sakatohet. Në Rrogozhin kishin vënë parull dia për dia, Duka hajde prap në Rrogozhin ta se ka haruar pa dënuar punëtorën e fushës. Hajde prap tonë. Shu i bie që të shkojnë në çdo stadium. Na dënuar punëtorën e fushës, kishin thënë vetëm atë s'ka dënuar. Tani ky 6 muaj Tetova. Para 1 muaj, 2 muaj ishte trajneri më mirë në Shqipëri 2 vjetëve të fundit. E dënon 6 muaj, mezi ke prit ta dënosh. Për çfarë Tetovën? Pse i tha ekipit të riqur? Faktikisht ata kanë qenë të garkuar. Kemi një ëh? informacion se kur jepet një dënim, jepet dhe arsyeja. Jo më ke arsye. Ta lexoj arsyeën. Ja më ka. Zyrtari i Egnatias, Edlir Tetova, për shkelje të parimeve të fair play. Ky është top fjalë që i kap të gjithë. Për shkelje të parimeve të fair play, duke mos respektuar ligjet e lojës dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit. Kur e bëri Tirana 2 herë, ku ishte Për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja në bazë të TRR, Denit ka dënuar 6 muaj. Dendi ku ishte Kynen kur e bëri Tirana 2 herë? Një sekond. Të themi 2-3 gjëra. Po. Të vërtetë. Po pozitin, s'ke qeftë. Të vërtetë, Unë do merrem vish kostumin e federatës. Unë do merrem me pjesën fundore të ngjarjes. Nuk do merrem me pjesën përpara. Pjesën përpara diskutojmë mbrapa. Pjesa fundore, që një ekip të reagojë në atë mënyrë siç reagoi Egnatia është një skandal i niveleve ndërkombëtare. Po të shëndon në një vend botës ku një ekip të riqet dhe i thot arbitrit shko ti te vari,
Dhe ne që të kthehemi në fush është diçka e pa menduar ndonjëherë. A je dakord me të ngjarje? Dakord jemi, dakord. Është diçka. Pra në pjesën fundore. Po pra, janë rregull këtu. Ignatia ka bërë një gabim në atë ditë që ka bërë shumë gabim, jo gabim. Po të ndodhte në një vend tjetër evropian do ishte ngjarje madhore. Po ti mos e bë kështu si dëm. Fundore. Sa në katër që ndodh. Po merrem me fundorin. Në fundor Ignatia ka gabuar atë ditë. Po. Tani e largojmë fundoren. Shkon me çfarë ka ndodhur më përpara? Domethënë këtë ngjarje e bëri 2-3 herë më keq se Ignatia Tirana. Po. Se iku fare nga fusha, futën dhoma zhveshjes. Doli fare, doli fare. Përveç Tiranës, më kujto tani rasti tjetër kush e bëri. Vora. E bëri Vora. Ka bërë Bylis. E ka bërë Bylis. Ka bërë Liria. Pra domethënë, po tani me të njëjtin motivacion që ti thon Albetin shkon var apo jo, ikën fare nga fusha. Ikën 10 minuta, çfarë rekord, ai prisin ata. Sa kleshin fush. Pra domethënë kjo është si ajo ngjarje që e kalojnë 5 veta semaforit me të kuqe, u kapi fundit, atë dënojmë. Dhe thotaj pse s'dënova ata të tjerët, po më dënon mua. Na thuaj kur të mbarosh. Mbarova. Këtë kisha më për thënë. Pra domethënë, që të ndodhi kjo vetëm se presidenti i federatës ishte në stadium, më duket pak pastaj o Glen, skandal edhe më i madh akoma. Shikoj që kjo është një ngjarje që është për libër Guinness, e di pse është? E para njerëz se ke 3-4 precedent, po në këtë vit kalendrik, që nuk e marr asnjë mas, madje Tiranën i ke dënuar me ca gjoba shumë të vogla. Ta kishin dënuar edhe 5 milionë. Dhe 10 veta të dënuar. Ore, se do e them vetëm për kuriozitet, se as emrin nuk e di. Gëzim më fal. Ç'a mund të ketë thënë zyrtari i Ignatiës Alban Hoxha që ky qenga merret me bazë materiale. Edhe këtë. Ç'a mund të ketë thënë Ilir Kaplani, ai vjen radha këtij të flas. Ky është një që merret me aty janë marrë dënimet në mas. Janë parë gjestet e turp. Janë fut kamera. Gjestin me dorë pa gjestet. Po i them, e di pse po i them. Çfarë mund të ketë thënë doktori, ky fizioterapisti Emiliano Bizdili, çfarë mund të ketë thënë ky që kanë dënuar? Çfarë mund të ketë thënë? Se e kuptoj një Tetovën, Tetovën. Jo, e di pse ta thash. Po futen në emra bën gabim. Po prit pa ta merr me fenomenin dhe dil nga situata tani futur konspiracion. Se u dënua Ignatia, na thuaj arsyet e vërteta tani. Se ky s'është dënim. Ça konspiracion. Mirë pra, jo më konspiracion futur. Po të them një gjë, po të më fal gzim, po të dënoni vetëm Tetovën. Vetëm një. Do thosh janë shumë mirë pas kanë bërë. Ky e meritoka se ky e ka trequr ekipin. Po. Duhet ta kishin bërë edhe para këtij patjetër, shumë më shumë se sa ky. Po. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë. Un po t'ju them, gjatë kohës që kam qenë vet aty, dhe tani mund t'ju përmend një 30 raste që jo kanë lënë fushën, po janë futur në fushë gjithë dhe nuk është dënuar njeri. Si rasti Tetovës, Nuk është dënuar njeri më. Është herë e parë. Dhe për çfarë dënua Tetova? Që as ekipi dhe nuk doli, se deri aty te Via erdhi. Po pra te Via nuk dolën nga fusha. Prit, Lenci se ky është në fillimi i dënimeve, se mund të thanë që tani do merren edhe me 2 titujt e Ignatiës. Po, do t'ja rallojnë atë. Tani. Mi pa tani si e shikon ti këtë dënim, ma analizo dënimin tani, mos u merr me emrat. Unë këtë e shikoj si një veprim. Cili është mesazhi duhet të japim? Mesazhi që është dhënë aty, që ka qenë edhe vetë presidenti në tribunë, është që nuk ka shans njeri ta bëj një gjë. Pa e miratuar ne, si në thonjza. Ç'është kjo pa e pse në Tiranë se kanë miratuar ata që dalin jashtë? Jo, ose se mirë, pritet që termin e dur. Derisa s'morë masa ja ke nuk ka shans ta bëj njëri sy tim. Kjo mund të jetë mesazhi, jo. Ti okay se po japim rëndësi atij tani thon. Po pse kujt do të japësh rëndësi? Për çfarë të japim rëndësi atij? Që ishte në stadium. Për çfarë të japim? Jo, Lenci ke një kontradikt nga kjo gjë. Jo, mos po gjet do termin që pse s'u dënua Tirana. Ishte sakt kur the që ka ndodhur 70 raste dhe sipër dhe poshtë dhe poshtë. Më shumë se sa 70. Tani pse ndodh ky ndëshkim? Kjo quhet nuk quhet ndëshkime të mëdha, po quhet pushkatim i Ignatiës. Po. Ky është pushkatim sportiv. Nuk e çaj bër më shumë një ekip. Po Ignatia është ekipi model mos. Tani ekipi model. Ai është penduar për çdo gjë për Ignatiën, se derisa kalon në një ekstremitet, në një dënim kaq të madh, i bie që si ma bëni ju para syve të mi. Ati nuk u pëlqen syt tan, ati duken syt e vet, syt më të bukur në botë. Por ne i shikojmë dhe i kena pa dënu fare, ai i shikon e nuk e doroga dot. E pse kush je ti? Ti je vet futbolli? Je pronari i futbollit. Pse e dënon Ignatiën? Merr dënon flamurtar, atë Tiranën, merr dënon Vorrën, merr dënon ato Iliriat që the ti. Po çse janë shumë fushë më. Ju arbitrat jeni goditur, keni bërë ai çfarë thua dhe ka vazhduar njëri kështu. Ore, shikoj më shumë. Ora, sa thot në vit ai Tetova. Po çudi e madhe mos ai është edhe njëri më model nga të gjithë. Ai dhe titullin nuk u gëzu siç e gëzojnë tjerët, po u gëzu me një lloj
Ku ti me lloj thjeshtësie kështu kampiona. Po mirë, dakor, Xhimi, atë ta edhe se me që po bën tani. Po mirë, edhe ky reagimi i Tetovës para 3 javë, nuk duket i çuditshëm ti? Që aty diçka nuk po shkon. Jo, nuk po shkon, është vërtet. Aty diçka nuk shkon. Po drejtori Ignatius që u dënua, që dha arbitrat favorizojnë vllaznin dhe këta dënuan direkt. Aty diçka është thyer aty te Ignatia, nga klubi model, brenda klubit thua apo në raport me këta, klubi me federatën. Po patjetër. Sepse Ignatia para njerëz ka krijuar kur probleme. Dhe në momentin e parë që u vu përballë një padrejtësie siç ata mendojnë, që folën, aty i goditën. Lenci dëgjoi fjalinë, është e koduar. Nuk na lën fitojmë. E gjeta Gzim, se me që nuk na lën fitojmë. Po, e gjeta pse? Ju nuk mund të ankoheni dot kështu me se mund. Kam dhënë 2 kampionate jashtë. Sepse duket i kanë dhënë. Tani ajo meritoi se kishte super ekip. Tani Ignatia ne kemi thënë vetë që meritoi se ishte ekipi më i mirë. Meritonte, s'kishte nevojë për shtesë kati. Vazhdoi të bëjë neshë. Ajo meritoi gjithë vitin. Kështu e shikoj unë që të gjithë do rrinë në rresht, edhe ju që keni qenë më të mirët, jeni më të mirët, edhe më të sjellshmit keni qenë, unë ju vën rresht. Dhe i vurin rresht. Dhe le dal tani ta bëjnë njëherë ta provoj. Jo. Se kjo është më e bukur. Jo, tani u vendos një standard, nëse ndodh më kjo do të jetë dënim kështu tani. Nëse ata kanë pesh, kanë këllçe, ta marrin ta çojnë lart, ti thot 4 ekipe kanë bërë çështë dënuari, çfarë ndonë. Asnjë pesh nuk kanë, se asnjë reagim s'kan bërë. Ka dalë vetëm një shef çashaj, një si ka ai. Ai pa që s'është dënu, Pandori Fuçës. Pandori Fuçës. Vetëm ai ka folur që pret asnjë reagim s'kan bërë. E kupton çfarë bëhet? Ata kanë në këtë mas kanë lënë jashtë pa dënuar vetëm doktorët, se duan për ndeshjen tjetër. Jo, më edhe doktorët e kanë dënuar. Jo, janë doktorë në fushë. Drejtor. Atëherë si është doktor? Për mendimin tim, kjo gjë ndodhi 1 2 3 4 5 6 herë. Dhe ky ndoshta ishte momenti dhe prezenca e presidentit të FSHF-s aty. Ky ishte ndoshta momenti që ti thoshte stop, sepse ndoshta ka toleruar. Po jo në kaq mënyrë drastike, më vini mund të ishte pak më. Ajo është çfarë ti thua që me që ishte presidenti aty i ka thënë stop atë ditë. Atëre, ka ndodhur një herë. Për shumë arsye nuk e di pse s'ka ndryrë. 2 herë, 3 herë nuk ka ndryrë. Në rregull? Dhe në momentin që kjo bëhet precedent, duke pasur parasysh që duke pasur pak dhe ata egon që nuk e ke këtu vino. E ke Ignatia, mos u më me të tjerët. Ignatia dënohet 1, dënohet 2, dënohet 3, kjo është dënimi më i madh. Shif ka të dënimet e Ignatias. Dënohet Ignatia, dënohet Trajneri, dënohet drejtori. Apo jo? Folis. Po shiko, s'ka lidhje kjo me ato. Ne thamë që do futemi në teori konspirative se nuk është se mbushi kupën fenomeni. A për ata e ka mbush kupën Ignatia, thotë këta të më bëjnë mua këto. Ne kishim vënë titullin në gazetë Ignatia spektakël në Rrugëzhin. Ignatia hedh vallën gojë të ujkut. Hodhi vallën gojë të ujkut, ujku e ngrënë. Mund të jetë kështu, unë se vë fare në dyshim që mund të jetë edhe kjo një. Po ja, e di si do ti. E marrin presidentin duka e çojmë ka nesha të Tiranës që bëri bojkot. Do ishte dënuar ajo. Kështu. Pse më ma bën ti? Ti e bëj ku mos jam unë. Nuk e përjashtova këtë gjë. Dhe bilesa lidha këtë gjë, është normale që ai prezant aty dhe dikush që e bën. Një njeri që ndjej policisë, njëri që thon mirë që s'vjen duka çdo ndeshje, kështu se kush e di ç'do bëjë në përgjithësi. Edhe një fjalë tjetër. E fundit, hajde, s'kem publicitet. Unë ta thash po ripërsëris edhe një herë, po në një formë tjetër. Unë mendoj që Ignatius ju dhan disa mesazhe. Mesazhi i parë me Tetovën, mesazhi i dytë me drejtorin, mesazhi i dytë me drejtorin dhe mesazhi i tretë dhe i vërtet ishte ky. Ju erdhi dhe fiksa ditë që e bën, edhe në rregull. Publicitet, edicion informativ dhe rikthehemi, flasim pak për kombëtaren se nesër në listën e Silvinjos do ketë emra të rinj. Kthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos teksa ka filluar sfida mes Elbasanit dhe Ignatias, java e 29 e kampionatit, është minuta e 6, rezultati është 0-0, por ka një situatë me varin dhe arbitri nxjerr kartonin e kuq për sulmuesin e Elbasanit. Minuta e 6, Elbasani me një lojtar më pak në fushën e lojës. Arbitri i ndeshjes Lorenz është Andi Koçi. Andi Koçi ka nxjerr për sulmuesin Boje. Boje kartoni kuq për çfarë ka nxjerr? Për një goditje ndaj kundërshtarit. Nuk ka qenë topi aty, po vari ka parë një moment kur janë afruar me një tjetër dhe ka goditur. Boje. Po kur dha pa u fik dhe vari në atë moment arbitri po e krijoi prap një ide se e pa disa momente. Kështu që mbetet në po varet ju fikën dritat më lënë, ishte errësirë. Mbetet me një lojtar më pak tani. Elbasani që në minutën e 6 do luaj me 10 futbollistë në këtë derbi me Ignatian.
Pashim Një goditje fort, ishte veçantë. cila pamje? Se i thash të Gzimit, në stadiumin e Elbasanit, Në tribunë. Te tribunat e Po, Romat, që po. ishte Tetova, Braja, doktori, ai punëtori i fushës. Si nxinte Roma, nuk i nxinte, duhet dhomë tjetër. Shumë ishin stoli, gjithë stoli. Lart. Gjithë stoli Edhe ishte ke lart. Roma ishte shkruajtur Roma mëkatit. Momenti për të falendëruar dhe Atlantik, jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Siguro vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com nga celulari, aty zgjidh kategorinë Bli online dhe mund të zgjedhësh pronë, shëndet ose makinë. Plotso të dhënat dhe qëndroj i sigurt me vetëm një klik. Rrim pak edhe tek nëse do të ketë ndryshim rezultati lojës Pas ka dhe një edhe stadiumi që ka mbushur plot. derbi është, plot, pastaj jo, Elbasani ka një si rast prani të konsiderueshme. Ka një prani ndoshta më të madhe se herët e tjera, por jo në një ku ke e habitshme kjo me Elbasanin faktikisht, se unë Elbasanin kur e kujtoj për herë të fundit në superiore, ka qenë nga ekipet që mbushte më tepër stadiumi se kam përshtypjen në kategori të parë ka pasur më tepër. Nuk e kuptoj këtë kur ishte këtë tërheqje. në Super League në vitet e fundit e mbushte edhe mbrapa këtë. Komplet. Po pse ç'bëjnë Lushnja? Po Lushnjën e mend ç'bëj? Lushnja Lushnja dhe Polonia. Elbasani ka qenë Lushnja akoma se ka dhënë atë provë që të kthehet në superiore, se unë besoj që Lushnja është Derbi Lushnja nga Polonia. Po s'ka vend, ku të kthehet, s'ka vend. Janë zënë vendet. Edhe diçka përpara se të shkojmë te pjesa e kombëtarës për këtë vendimin që u dha këtë javë për Kupën e Afrikës, një gjë e çuditshme, atë e do ta jashtëzakonshme. lidhim me këtë. Ta lidhim pak edhe me Edhe ata protestat këtu. bojkotuan ndeshjen. Po. Edhe humbën kupën tavolinë. në tavolinë 3-0. Si ka mundësi që mund të merret një Ore, vendim i tillë, sepse logjikisht- ndeshja mbaroi. O, U Glen, rikthyen fush. logjikisht ai lloj dënimi duhet jepet o zotri, nuk mund të braktisësh Po fushën. mas i ka. Ajo çudia që ka ata kaluar kanë presion, ndeshja, ata që bën ndeshja atë në të aktën. vërtetë. Fitoi me Senegali me Senegali me Edhe pastaj e dha për u në dha shtesë. për Marokun. Vetëm se aty nuk e di e keni parë se ajo bë virale, ajo pamja kur u mbet penallti në Maroku e Infantinos që është për që ka vënë duart kokën. Ajo ishte pamje skandaloze. Kur u mbet penallti në Brahim Diaz, Brahim Diaz, po. që vet duart të mbulon fytyrën Infantino. E keni parë apo? Megjithëse, shiko, ka një gjë tani. E para, Senegali do ta çojnë çështjen në KAS, në Lausanne. Domethënë do ja apeloj vendimin e Konfederatës Afrikane. Po e bukur është se ata kanë marrë dhe lekët për çmimin. Pra ka marrë çmimi fitues 8.5 milion euro, që ishte çmimi, ata e kanë marrë. Dhe nuk e kthejnë më mbrapsht tani. Kjo është e bukur. Kjo, shikoj, e di Ti çfarë. ka dhënë këtë lekët. Jo, po Ata them- kanë dhënë këtë titullin. Jo, edhe titulli gjithçka, pastaj se ka keq Glendi kur fusha e dha verdiktin. kur kualifikuar Ky është një kontari Po jonë sa të- ditë mbrapa ky është një është, sa ditë precedent. mbrapa është marrë vendimin. Sa ka një muaj që ka mbaruar, Ka 2 një muaj muaj që ka marrë Kupa Afrikës. Ata i kanë prishur lekët. Se ka asbet Oksin, fjalë. kur Asbet është kualifikuar kombëtari jonë 2016 për të parë në Kam Evropian. prish lekët atë. E ti si është kë fakaj, se ti se di, këtu e kemi treguar një herë. Vetëm gjë këtë. Një futbollist do t'i presidentin ton para ca vitesh. Po bëm 6 muaj dhe kur do na japësh lekët tha. Ti ja jap tha, ti prishni ha. Edhe i thot, i prishën lekët po. Dgjoj, Gzim, se ka dhe të bukur se ti duhet ta dish, po. Ti është për kujtes. 2016 kur kualifikuar kombëtari jonë për në Evropian për herë të parë, edhe u kalua dhe premio për gjithë. E diti që shumica e kanë kthyer mbrapsht. Pse? Shpjegoj se ka shumë variante. Si punë këtyre Senegalit. E po E kthyer mbrapsht, ha? Kishte të kaluar gabim. Ja lan futbollit. Jo, ja dhan futbollit. E kupton si thotë, ja dhan futbollit. E futbolli e di se kush është futbolli. Ja kthyen Marokut. Jo, kjo tani se është diçka. Ndeshja mbaroi në kushte të rregullta në fush. Po. Shiko, kjo më duket si vendimi i padrejtë. Qofse gjykata, po. Pavarësisht çka ka ndodhur, se Kthen një vendim fushës. Ose ndërpret aty dhe thua ikni, s'ktheni më dhe Po, mbaroi. mbaroi loja. Po tani ti nuk Aty, nuk edhe merr unë. vendim që i lejon të luajnë, Po. ata fitojnë, pastaj u jep të tjerë. Jo, Kjo se është këtu pa kështu siç ka ndodhur kjo mund ta kthej tani gjykata mund ta kthej Po, vendimin. mund të kthej edhe një vendim për një arbitër, Po, po, do po, të është e vërtetë kthehet. Kështu që është Këto janë çuditshme. raste që ndodhin dhe krijojnë precedente shumë të rrezikshme. Do Po shohim tani se e si morët do me jenë Shakariu. ngjarjet. Prandaj tash do mblidhen këta do heqin titull tek Ignatios. Të dy apo vetëm një më Të duket. dy se ku kishin dhënë herë dy rjeshta. Në kampionat nesër luhet Bylis Flamurtari në orën 15 dhe në orën 18 Teuta me Partizanin, ndërsa ditën e edhe nesër luhet edhe Vllaznia Dinamo në orën 18, ndërsa të dielën luhet Tirana me Vorën, ndeshja e fundit e kësaj jave. Ndërkohë nesër në orën 10 do dalë trajneri Silvinho për të dhënë listën e lojtarëve që do grumbullojë për ndeshjen me Polonin. Polonia ka dalë sot
me lojtarët e saj. Në grumbullimin e Polonisë do jetë Lewandowski, Zielinski. Kishte edhe Polonia 2 mungesa të rëndësishme. Kishte disa mungesa. Ishte dëmtuar portieri. Po ai ka marrë 4 portierë në këto momente trajneri i Polonisë. Edhe Bonjek nuk luan as Bonjek. Shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi diskutojmë për listën. Rezultati vazhdon 0-0, minuta 14, Elbasani me Ignatian, ndërkohë Elbasani është me një lojtar më pak pas daljes me karton e kuq në minutën e 6 të sulmuesit Boje. Deri tani nuk është se ka patur raste për të dyja skuadrat, një ndeshje që po luhet më shumë në mesin e fushës. Rrim pak ke ekipi kombëtar. Dje edhe Aslani pati probleme, doli nga fusha duke çaluar, por thuhet që ka vetëm një goditje dhe në grumbullim do jetë me kombëtaren për ta parë gjendjen nga afër. Për të paktën në repartin e sulmit kemi 2 mungesa të rëndësishme, që është ajo e Manajt dhe Dakut. Që janë të konfirmuar. Janë të konfirmuar sepse për Manaj thuhet që mund të qëndrojë jashtë 2 muaj pa luajtur. Po ashtu dhe Daku, ndërkohë që Muçi do jetë në listë, sipas informacioneve që kemi, ka dhe 2 lojtarë të ri që kanë marrë pasaporta në ditët e fundit dhe mendohet që mund të jenë pjesë e listës. Njëri quhet Bujar Plana, është lojtari që luan në Poloni me Legia Gdansk, është 24 vjeç, është qendër mbrojtës. Kosovar. Ka qenë dhe me kombëtarët e moshës Kosovës. Në sulm kush dhe Stavro Pilo, është një tjetër lojtar që luan Maekun me Tomas Strakoshën, po mbrojtësi Majt. Për këtë flitet që mund të jenë 2 emra të rinj në polemika të forta në Greqi, se nga që kam ndjekur se ky është rritur, ky është i lindur është lindur në Greqi, po. Dhe ka qenë i thirrur edhe me ekipin e moshave të Greqisë dhe pa pritur dhe ata e quanin një humbje që si ka mundësi që po na ikin lojtarë në këtë lloj forme. Në repartin e sulmit pritet që të ketë një sulm me bazë të gjerë, mund të themi, mund të ketë Tuci që do vi, besoj, do jetë Muçi, do jetë Uzuni, do jetë Asani, do jetë duhet ta ftohet Shpendi, edhe atë Mehmetin, ata nis me Mehmetin. Nuk i dim akoma, domethënë listën zyrtare nesër do dalë. Pyetja është sepse ne kemi krijuar një profil të caktuar dhe ne nuk e di arrim dot që të ekzekutojmë një lojë pas sulmues si po thuat ti në bazë të gjerë, sepse ne s'po shkojmë. Jo, kur them bazë të gjerë them do merren disa sulmues, po nuk dihet tani kush do jetë kryesori. Ne nuk do vëmë atje që të luajmë me bazë të gjerë në sulm, me atje të siguroj që do mundohemi të mbrohemi dhe të përfitojmë nga gabimet e atyre. Kështu që pyetja ime është kush do zvendësoj Manajin. Kush do zvendësoj Manajin është një pyetje nga emrat që ti ke parë në grumbullimet e kombëtare vitin e fundit. Ka luajtur të pa Manaj. Kush mund të jetë lojtari që mund të luajë aty? Po ka qenë Dako. Uzuni për shemb mund të jetë një alternativë. Shiko, Seferi mund të jetë një alternativë. Kush? Seferi, Uzuni, Tuci. Po flas për emra, po flas për profile. Ky profil lojtar. Ne Uzuni nuk është profili. S'ka asnjë profil si nuk është profili Manajs. Vetëm ndoshta Tuci mund t'i parafrohet pak, që mund të jetë një alternativë dhe ndoshta është dhe e vetmja, se nuk shoh alternativë tjetër. Sepse një profil si Uzuni nuk është direkt sulmues i parë për mendimin tim. Uzuni është si sulmues i dytë, mund të luajë. Kalozu dhe sulmues i parë, po gjithmonë i alternuar me dikë tjetër. Do të thënë jo që ta bëj repartin vetëm. Ne kemi nevojë dhe kam përshtypjen që kemi krijuar një profil të gjatë mirë, të paktën Rajsa mund të ta krijojmë me Manaj në majtë. Sulmi pasi është lojtar i cili edhe topin mund ta mbaj vet, edhe mund të kthehet, edhe thellësinë e kërkon, edhe shokët mund t'i fusi domethënë ka pak a shumë ato karakteristikat që neve na duhen për një lojtar kur luam vetëm në sulm. Sa ai pak a shumë. Bëj një pyetje. Logjika. Trajneri studion kundërshtarin Polonin gjatë gjithë kësaj periudhe. Por themi 1 muaj, 2 muaj studion. Trajneri krijon një ide se si do luaj. Pra, thot, me Polonin do luajmë me këtë sistem loje. Krijon një ide. Dhe kur i mungojnë disa hallka, i zëvendëson hallkat që mungojnë me atë profil lojtari apo unë besoj duke parë çfarë do vinë ditën e shtunë ose ditën e hënë në grumbullim, atëherë krijon strategjinë se si do luajë. Kjo është si e mendon ti? Si vepron një trajner? Ti the një logjik të një tipi trajneri, po ky trajner jo nuk është ky tip që sapo përshkrohet. Si mendon ti që do funksionojë? E mora vesh, e kuptova. Ky nuk është ai tip trajneri që përshkrohet ti, sepse unë besoj që Silvinho ka lozur një lloj si kundër
Maltës, Pra nuk do të ndryshoj si stilin kundër thua ti. Polonisë, si kundër Italisë, ka të njëjtin profil edhe lojë. gjimnatarit. Edhe Stili jonë do jetë 4-2-3-1 po themi. ai dhe i vendosur mbrapa në mbrojtje me të njëjtat nuk unë s'pres asnjë surprizë në këtë drejtim. Ajo që unë pres si do veprojsh, kush do jetë zvendësuesi Manaj. Pasi ishte një pikë Ti vetëm të orientuese. ke dilemë në formacionin të luaj me pse Du si di tani gjendjen e gjithë secili se duhet parë dhe Po jo, pak a shumë, sistemi, të dilemë. shiko, sistemi është i njëjtë. Tu për mua nuk ka asnjë lloj pikpyetje. Pra 4-2-3-1 nuk preket Disi thua. është. Disi është. Pa negociacion. Më përpara thonin 5-1 po. kush do luajë në vend Brojës. Tani themi kush do luajë vend Manaj. Po dhe Shiko, Broja s'ka qenë gjithmonë, edhe Manaj s'ka Jo, qenë nuk e vë gjithmonë. dyshim këtë. Tani nuk është për s'po dram. them, nuk është, jo, nuk po e bëj dram. Unë e di që ai lloj lojtari nuk është i veçantë. është aty- Nuk e kemi Është i veçantë. Ai është i veçantë. Është domethënë është i lindur, është shumë natyral për atë punë që bën Po atje. pikërisht pra Nuk është se ka ajo më orë pune me gjëna, ajo është gjë e lindur. Edhe ka pak të llojit aty. pikërisht. Do të thënë e shpreh mendimin tim me një fjali dhe ai di çfarë është, çdo ditët e vështira me dëmtime dhe gjëna e sforcuna të burr, te edhe syt mbrapa më. Nuk e kishte marrë Hasanin. Hasani tha në një intervistë që nuk bësh botuar, nuk më shef sy ka një vit, ta nuk guxon më shikojnë sy. Ka marrë Hasanin. Ernest Muçin është dukur. Tani ai ka marrë njerëz që ka nevojë për ata, jo se tani janë vrarë këta që i ka marrë, atë do ishte fare Ernest Muçi rrezik. Ai nuk pyet fare për presionin, dhe që nuk jeton me presionin që bëhet për Muçin, vetëm po i erdhi urdhë nga lart. Ai e ka, ai me Muçin nuk është çështje taktike, nuk është cili trajner në botë do jetë aq bullalla, mos marrë një lojtar që ka shumë të tërë që dallohet kampionatit turk. Për të thënë dhe një vërtet që Muçi do deri në grumbullimet e nëntorit nuk është se kishte bërë ndonjë gjë me karrierën e vet deri në atë moment. Do në ishte Jo për të mos u thirrur apo. Po, Dëgjoj. mirë pra mirë, një Jo, sekondë. për të mos u Po, thirrur. nuk ishte Muçi i sotshëm. Po jo e dakord, po ne s'po themi Shtator, tetor, nëntor, nuk ishte ky Muçi që kemi As sot. broja i soçëm s'është broja i dieshëm. Dakord. Të gjithë kanë lëvizur Po, ta. mirë, dakord. Edhe Hasani s'është më i dieshmi. Të Ori, gjithë me kanë lëvizur. dakord. me dikë, jo, kjo Të gjithë lëvizin ta. Që thot, ajo që thot Gzimi që këtu Gjithë kanë ka lëvizur. standarde S'ka, të njëjta për gjithë nuk ka. Por edhe shumë faj nuk i vë dot. Edhe ajo që thua, edhe me atë që thua ti jam po prap dakord. Sot do ishte Neve lojtari erezi mos ta merrte. Se mos ta marrin. Se Mos Muçi ta kishte të plot. Dëgjoj, Edhe mos ta dëgjoj. fusi. Jo, Lenci, E vërtetë. lojë të bukur. Sot mëngjes kur po shkonim tenis, më thot njëri. E dëgjoj me gazetarin polak tha sa provokues u tregu. Çfarë tha gazetari tash s'e kam dëgjuar. Tha Muçi po të ishte polak tha, ne s'do kishim as stol. Punë e madhe tha, po dhe ne se kemi fare, deri tani se kemi pas fare. Dhe shqiptar tash. Ça gjeti? Akoma më keq. Atë kujtoi dhe lojtari Sheu. Po, I tha ju profesor bla- Lymit. po. I tha profesor Lymit. Profesor Lymi lutet Tirana dhe thoshte Pasoje, Sheu, pasoje. Jam stoli thaj. Aq më keq. Që keq. Tani Edhe kish. Gjë që të kthehemi vetëm dy Shqiptar. fjali për Muçin Gzim. Asnjëri nuk ka dyshim për talentin, edhe të dieshmin, edhe të sotmin. Por un kam një shprehje time në kohë gjithmonë që them sidomos për futbollin. Në futboll është ajo që ti jep, ajo që ti prezanton, jo ajo që ti ke. Se ti mund kemi njohur shumë lojtar me pra, talent shumë mirë jashtëzakonshëm. po ai- Një sekond, po le ta marrë deri në fund. Vino mbaroj. Ke lojtar me talent të jashtëzakonshëm që nuk arrin dot ta shprehin ndoshta dhe në fund karrierës maksimumin e asaj që kanë. Kemi lojtar më pak të talentuar dhe që arrin të shprehen, sepse kanë disa gjëra që arrin të japin jo 100, po japin 150 asaj që kanë. Po prit. Deri në këtë pikë unë gjithmonë e vetmja rezervë që kam pasur për Muçin, ja kam thënë edhe në sy ato emisionet live, edhe kur është prezantuar që ka lozur me kombëtarin që ka dalë bazinë. Muçi deri në këtë pikë, deri para pak muajsh, për mua është talenti më i madh që ne kemi. Por që nuk jepte as 50-60%. Po jo, nuk është e vërtet kjo. S'po flas dhe un po flas për gjithë karrierën, edhe për kombëtarin dhe për ato që ka prezantuar nëpër klube. Nuk ka arritur domethënë që ta japi 100% e asaj që ai ka. Tashmë diçka ka ndryshuar. E ke futur ti Muçin në ndeshje rresht në formacion? Që gjykon kështu. Nuk gjykon lojtar 27 minuta me 2 minuta. Në rregull. Tani to ja përgjigjesh. Është problemi Vino se ti ke qenë ish lojtar i kombëtarës. Problemi është që këta njerëz kanë rendiment dhe cilësi tjetër kur luajnë jashtë dhe këtu ne i shpërfillim. Ne na vjen Hasani nga jashtë,
Shohim Jasan tjetër, na vjen këtu, kishim Ramanin këtu, e përcollëm Ramani bëhet lojtar kryesor ke Napoli. Shiko. Vjen ky Hasani, bëhet lojtar kryesor i kombëtarës. Na shkon Ermes Muçi në Turqi, bëhet më i miri ku ky se ka as rezervë fare. Edhe një. Kjo është tjetër, kjo është miopi kombëtarës. Diskutimi im nuk ishte. I kanë shputuar shumë lojtar pa e njohur vlerën e vërtet dhe ne e shohim kush janë ata, e shohim kur luajnë jashtë. Gzim, mënyra ose ajo që unë thash nuk ishte e përfshinte edhe këtë 4 mujorshin e fundit 5 muaj, po unë po fola për një periudhë 2-3 vjeçare të Muçit, ë? I cili ai ka pasur ulje ngritje normal. Shiko. Si çdo lojtar. Të jemi të sinqertë. Ai pati një periudhë të mirë pjesërisht, të mirë. Te Beşiktashi? Jo. Te Legia. Po, okay. Nga Legia në Beşiktash sigurisht që nuk u ambientua që i përqin, nuk e di arsyet në Beşiktash. Nuk ishte që pati atë impaktin maksimal, se kuptohet ishte në ekip madh. Dhe tani po tani bëri një javë mbrapa në sepse mbrapa s'mund ta quaj, po ndoshta ai u fut në një ekip ku gjeti ambientin më të mirë, ku gjeti klimën më të mirë, ku gjeti një trajner që i jep atë besimin e duhur. Dhe këto t'japin ty, më thënë që ti atë përqindjen që ti s'arrin ta shfaqesh diku tjetër, duke ngjetur një ambient tjetër, arrin që ta superosh veten tënde dhe ta shfaqesh. Kjo ti jep besim pasaj që edhe kur të kthesh në kombëtare, të vish me të vish me mendim tjetër, sepse çfarë do thuash ti, nëse tani fundit, nuk është një lloj të vish nga Beşiktashi me kombëtaren, duke pasur ato prezantime dhe duke pasur ato probleme që ti ke vetë, ti nuk vin një lloj te kombëtarja as sikurse do vish sot. Kur ti ai plot besim, plotësuar në çdo drejtim, vin komplet tjetër njeri. Mbaj vend këto fjalë që the, se do jesh prapë te inde këtu. Po sikur, po them, mos ta fus Muç informacion. Çfarë do thuash ti? Është zgjedhja vetëm, pastaj di vetë. Jo, çfarë do thotë ky që thotë ai tani është super form. Dhe unë po dëgjoj një intervistë Altin Raktit, dhe di çfarë bën përshtypje. Është shkollë e trajnerit apo po se futi? Po se futi shkollë. Me që ti thua ai duhet të ishte në top form, më në top form se ç'është tani, nuk ka qenë dhe s'ka për të qenë ndonjëherë. Po atë duke. Atëherë, po dëgjoj intervistë Altin Raktit dhe më bëri përshtypje një fjali, që për momentin ku është Muçi tha, trajneri duhet t'ia gjej vendin tha 90 minuta, pa diskutim fare. Pa diskutim, majtas, djathtas në qendër. Ja, ai analizon të kështu. Ja, semi dakord. Jo, një sekond. Ai analizon të kështu. Ai do të lozi në vendin e vet. Është në vendin e vet, atje është Muçi. A mos po bëjmë ne një gabim që merremi vetëm me një futbollist? Jo, më që se ka thirrur me që u hapi se. Se edhe ngarkojmë lojtarin. E kaluam ajo që. Harrojmë gjërat e tjera pastaj. O Glend, e di si e shpjegonte Rakli. Në mes fushës janë 3-4 lojtarë që përdor ky që pothuajse janë të katër njësoj. Përveç Aslanit që ndryshon. Aslani, Sheu, Ramadani, Laçi. Këta janë të katër njësoj. A s'ka vend këtu për një lojtar si Muçi që të bëhet të zbukurohet mes fushë? Nuk është kaq zbukurimi për t'i dhënë cilësi dhe për ta mbyllur te Manaj. Një lojtar me kualitet ne çfarëdo lojtari që të hedhin fushë nga ato që kemi, Polonia është më lart se ne. Ëh? Jemi dakord te kjo pikë. Që polakët janë më lart se ne. Ne kemi mundur dy vitet e fundit. Po mirë, dakord, i ke mund brenda, jo atje. Ka ndryshuar historia o zotri. Po i ke mund brenda, jo atje. Luan në një stadium jashtë, luan fushën e tyre, gjithë publikun e ke kundër. Eksperjenca që kanë ata, detyrimi që kanë ata në krahasim me ne për të qenë një botror. Domethënë janë shumë faktorë që ata i bëjnë favorit. Kështu që po të rrim ne të merrem me a mungon një lojtar, a lë shumë. Të gjithë faktor ndoshta dua të kuptoj. Si bumerang. Po patjetër. Ne po analizojmë kombëtarën tonë sot përqindje Polonin do merrem ne. Përqindje favoriti më shumë se ne. O Gzime, di si mund të Blendi? Jo, për këtë arsye. Silvinjo kur del mbas ndeshjes se thotë shiko, ekipi Polonisë ekip shumë i fortë. Po jo. Ta pyesin, vini e pyeste për kur merresh ti me një individ, pastaj dëshira ime është që të merrem me këtë gjë. Them, si e ndërton konceptin trajneri për ta sfiduar kundërshtarin që është më i fortë. Ja do të them. Si e mendon ai? Do ndryshoj skemën, duke qenë se i mungon lojtar, do ndryshoj mënyrën e lojës, do luaj vetëm mbrojtje. Kjo është si e ndërton ai strategjinë me pyetja që bën ti. Kjo pyetje që bën ti që ka ardhur në ditën e parë. Deri kërë sot Silvinjo ta ka dhënë përgjigjen. Ti e kërkon në ne. Ai ta ka dhënë, ai nuk ndryshon. Jo, si e mendoni ju? Ai nuk ndryshon, ai në ditë të rëndësishme, ditë veçantë ai është më kam frikë se Silvinjo i zakonshëm. Kartoni kuq për kartoni kuq për Ignatian. Çfarë Lenci do të ekuilibrohen gjërat? Barazohet numri i lojtarëve. I thash Lenci, kjo karton do ekuilibrohet. Çfarë ndodhi? Kartoni dytë i verdh, mori. Kartoni dytë i verdh. Po e ka marrë një për protest. Një gabim i pafalshëm tani Ruçit.
në këtë moment. Po prit se kthyen mbrapsht njerëz se Jo, arbitri 4 po i thotë largo, Se po i thot thotë ai largo. studio kundërshtar, dëgjoj. Lujti E fundit gzim se duhet shkojnë publicitet. Atalanta në Champions League me Bayern. Vajti trajneri i Atalantës, si e ka më kujtoj që kemi Paladino. Paladino. Dhe pa atë dhe kur dha intervistën tha e kam parë Bayernin tha dhe më del të nëndër tha. Edhe kur humbi neshë me 6 gole i tha, çfarë konkluzioni nxore tha që e pell 10 herë Bayernin tha. Tha kapelën. Po, në 6 gola tha dhe e kishte parë 10 herë tha. Sa do ta shikoj edhe që të merrshëm më pak se 6. Se më parë që mos ishte E kam parë tha, kam studiuar. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Sin e lumturisë të Vaçe Zeles. Ju kujtojmë edhe një herë që të njëjtën do jemi live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në digital. Me atë që ka Vaçe e haron gjitha çka ka ndodhur në emision, ha? Që nga ora 19 se nuk lë gzim tani. Që nga ora 19:30 do jemi live në Top Albania Radio me pason për kombëtaren, me komentin live në radio, me intervista, me lidhje direkte nga Polonia, me gjithçka tjetër. Të bëjmë dhe një falënderim për Dental Med Austria Patjetër. që na bën të buzëqeshim. Dhe falenderojmë klinika më e mirë në Tiranë që na ka sjellë ja dhe zotërisht. Ky nuk qesh se edhe doktor mentorin që gjithmonë na ndjek. Kemi diçka tjetër për kombëtaren e fundit? Edhe kjo reklama duke bërë ti që shohin dhe duke qeshur që nxjerr dhëmë, më tha njëri mu, kemi vënë ja 2 veta ta ndjekim mbrapa të lencin, t'ja shkulim dhomë ti marrin ta se ka shumë të bukura. ta çojmë te doktori. Minuta 37 0-0 Elbasani me Ignatian me 2 kartona të kuq, një për secilën skuadër. Një derbi i vërtet ku ka patur disa momente acarimesh mes tifozëve, Po më interesante është se Elbasani me 10 lojtar po luante më mirë se sa me 11. Ndodh në Kë krijoi 2 raste për gol, një shtyllë dhe një rast. Stadiumin Elbasan Arena kaq plot, sigurisht se kishim parë, kishim kohë. Kishim kohë për ta parë. Për kombëtar, kemi gjë të fundit apo kalojmë pak të shohim ndeshjet e fundjavës, ku do fokusohemi këtë javë. Sot mirë fillojnë ndeshjet e Premier Ligës me Bournemouth Manchester United në orën 21. Gjithashtu në këto momente po luhet edhe Cagliari me Napoli në Serie A, rezultati është 0-1, minuta e 51. Në darkë pastaj do të luhet Genova Udinese. Për sa i përket kampionatit italian, nesër luhet Milan Torino. Ndeshje shumë e rëndësishme, deklaroi Allegri për të ruajtur vendin e 4, sepse sipas gjasave Milani ka pak shanse tani që ta arrijë Interin në vendin e parë. Dy tek kishte fjalën. Po, për të ruajtur atë 4-shën e parë, mund të themi. Aty është gjithë qëllimi. Diferenca pastaj është e vogël. Një javë përpara donte titullin. Tani do vend në 4. Jo, do vend kur thot vend në 4 trenerët brenda. pragmatizëm gzim e mbajnë stekën poshtë, pastaj çat kapin sipër e kapin. E mbajnë, mundon ta mbajnë stekën. Me thënë drejtën, po të qenë objektiv, unë kurrë s'kisha besuar që Milan do ishte i tillë në këto nivele. Me ata lojtarë që u morën me këto që bën, thashun edhe Luka Modric është. Edhe Luka Modric thashun nuk e di çfarë do japin në Itali, por dolën gjitha Luka Modric është më i mirë. Është më i miri atyre. Po që është më i miri, ai është gjeni, është lojtar shumë i madh. Po tregon dhe që janë në nivel i ulët. Në Itali po. Po flitet shumë për merkaton e Milanit vin. Keni informacion do bleni gjë Milani vitin tjetër? Çfarë thuhet? Me ai Saditi. Edhe po të kishe nuk do na jepse. Sigurisht s'do ta jepë. Nuk do jepë, as grupi ton ne. Këto brenda do mbetet, nuk është se ne të katërt edhe 1 milion shqiptar që shikojmë që po dëgjojmë pason. Verdad të Amerikës. Në mbrëmje pastaj do të jetë Juventus Sassuolo në Itali. Në ditën e diel Fiorentina luan me Interin, ndeshja ndoshta më interesante e fundjavës në Serie A. Në Angli kemi finalen e kupës. Përballja e parë Arsenal Manchester City ditën e diel në orën 17:30. Si duket në Wembley. Ndeshje shumë e fortë, ndeshje e parë, aq më tepër që Manchester City kampionatin pothuajse ka të pamundur. Champions League doli jashtë, kupa mbetet një kompeticion i rëndësishëm tani, një duel direkt shumë i fortë. Është vetë si të pamundur. Si? Manchester City të para nuk është, para nuk është 6 pikë, është 9. Ka një ndeshje mangull. Ka një ndeshje mangull. Këtë javë luajnë ato Arsenali. E merr të mirëqendri që do ta fitojë. Po pritet ata s'po fitojnë, s'po fiton dot. Momenti është më pozitiv për ata nga ana morale për Arsenalin se për ata. Ata kanë goditje të madhe me eliminimin nga Champions League. Edhe ashtu në mënyrë të ashtu me Realin me shumë mungesa gjëra, megjithatë do të thoja që ka nevojë Arsenali ta mundi City-n, nëse do të shkojë lart. Ta fitoj të kupë thua. Ta fitoj të kupë, fitoj një kupë. Sepse më njëherë sapo të kthehen nga ekipet kombëtare lojtarët është ndeshja e kampionatit. Kjo është ndeshje tek. Pastaj shkon Arsenali në fushën e City-t në Premier League kampionat. Më duket se e pret
Më duket se e pret City, po. Shkon Arsenali në fushën City, po, në Etihad. Aty pastaj do jetë një situatë hapet apo nuk hapet kampionatin. Domethënë fitoria e kësaj kupe edhe pse s'ka ndonjë rëndësi të veçantë, por është morale, do të fillojnë. Po, është fillojnë. Deri tani diferenca me pikë nuk është me përballë tyre, po kanë bërë gafa të dy ekipet me ekipet e vogla me Arsenali ka barazuar me Wolves me ekipin e fundit fare. Edhe ndërkohë në Champions League ka si dhe tjetër. Po do jetë një start i mirë. Nëse e merr këtë kupë. Nëse e merr atë kupë, është shumë moral i madh. Do jetë finale shumë e bukur kjo, për rivalitetin që kanë dy ekipet në këtë periudhë. Do jetë mund të jetë një fitore e vogël e Cityt në Wembley luhet. Mund të jetë një fitore e Cityt deri diku edhe për të mbyllur pak gjithë dështimet e kompeticioneve të tjera. Ndërkohë në Spanjë kemi dy duele shumë të interesante, luan Barcelona me Rayo Vallecano të dielën dhe në darkë kemi Real Madrid Atletico. Futemi tani në Spanjë në disa javë radhazi me ndeshje shumë të forta. Sepse këtë javë luan Reali me Atleticon. Në momentin që ekipet kthehen nga grumbullimet kombëtare luan Atletico me Barcelonën në kampionat. Pastaj ka dy ndeshje të Championsit, Atletico me Barcelonën. Ndeshja e parë në Barcelonë është 4 pikë. Kështu është një situatë tani që futemi në disa duele shumë të forta, sepse edhe Championsi na dhuron duele të forta. Kampionat bëhet interesant kjo gara për sidomos Reali nuk duhet lër pikë të javë me Atletico, duhet ta fitojë ndeshjen për të qëndruar afër Barçës. Se ka dhe më të lehtë Barcelona. Sepse nëse Barça shkëputet më shumë. Ideja është kjo që kjo dietën tashmë jo vetëm në Spanjë, po kam përshtypjen që kulmi i kampionatit fillon në Mars-prill, ti do të jesh në maksimumin tënd në muajin prill. Është muaji prill-maj ka qenë si shpreh. Prill sepse maj është faktikisht ndoshta ka një ose dy ndeshjeve të fundit, po kam përshtypjen që marsi, prill janë dy muaj që skuadra duhet të jetë në maksimum. Aty duhet të jesh në maksimum. E bëri që thot Mars-prill, nuk thot si çupan skuadrën e City në dy duelet, nuk ishin gati me Realin. Dolën jashtë. Është, më thënë, unë kam përshtypjen që çdo kompeticion mund të krahasohet me një maraton dhe maj, prill, maj, edhe marsi diçka. Edhe marsi diçka. Është pjesa e finishit, pjesa e fundit ku kam përshtypjen skuadra do të jenë në maksimum, sepse ti mund të bësh mirë gjatë gjithë vjetjet edhe parashikimi jot Arsenal City si del të javë, finale e kupës. Unë besoj që Arsenali ka të gjitha mundësitë që këtë vit të fitojë edhe kupën. Më tepër se sa një kompeticion. Real Atletico, Gzim, si del, nuk ta lash ty City se ti je tifoz me Arsenali. Real Atletico. Ke Simpatizant. Po ti isha tifoz do isha bluzë simpatizant. Po bel, simpatizant. Të diel bisha një bluzë. Më dhipsa më pëlqen Atletico se më përpara e përcakton një ekip të egër, të dhunshëm, të imponueshëm. Tani ka atë ditë 4-0. Është pasuruar pak lojë. Pasuruar loja goxha, ka ndryshuar mënyrë. Ka marrë dy lojtarë të mirë, ka përcaktuar disa stile. Lukman Griezmann është rritur në nivel. Nuk është më Griezmanni si dikur. Griezmanni, domethënë kur kishte një kohë mirë ke Franca quaj Truri. Po. Ai lojtar, domethënë, nëse ai është në fushë dhe i shkëndin gjeniu vet, ai bën mirë shumë ekipit. I jep dimension tjetër dhe shokët e ekipit. Po, është lojtar. Mua do më pyesësh për ndonjë parashikim? Çfarë do ti të parashikosh? Parashiko motin. Po mua më thuaj për prill maj, si. E di që këtë javë. Ai di që ka fituar Ervini këtë javë në padel. Ka qenë shumë lart dhe Leci se tha Manushi. Edhe më mirë do bëj javë. Po un kam emision të shtunën ta. Edhe ke shtuna dole po. Merë dhe kohën, të vjemë maro punë. Falenderojmë Gzim Sinematin, Ervin Fakaj, Lorenzo Eminin, për pason kaq ishte për sot. Vazhdoni ndiqni Digital për gjithë fundjavën me ndeshjet e saj. Do takohemi përsëri të njëjtën që në orën 19:30 një maraton e gjatë me Kosovën, me Shqipërinë, me intervista, me lidhje direkte në Poloni, në Slovaki, kudo. Deri atëherë, miru dëgjofshim.